Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Nësa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po takojmë edhe kësaj radhe me lejen e Allahut Azza wa Jall në takimet e zakonshme me emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. E padyshim se ajo që e kemi përmendur vazhdimisht dhe kemi nevojë të përkujtohemi është se çdo dituri që njerëzve u bën dobi në këtë botë dhe u bën dobi në botën tjetër, të cilën njerëzit e përdorin në mënyrë të dobishme dhe të mirë, mund të llogaritet si dituri e dobishme. E pastaj në kuadër të asaj që është dituria e dobishme, padyshim se dituria më e dobishme dhe më e frymshme është dituria që të mëson dhe të jep njohuri për Zotin Xhelel Xhelaluhu. Nga sikur që e kanë përmendur dietarët se vlera e diturisë është në bazë asaj që të jep njohuri. Prandaj nuk është një sikurse më mësuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikurse më mësuar për Abu Bekrin, ose nuk është një sikurse më mësuar për Abu Bekrin, sikurse më mësuar për dikën tjetër pas tij. Dhe vlerën e kësaj diturie e jep do të thotë lloji informatës që është brenda. Andaj në kuadër saj nuk ka diçka më të mirë, nuk ka diçka më të dobishme se njeriu të mëson për Zotin e tij. Kush është ai, si të përfiton nga ai, si të lidhet me të kështu me radhë. Për këtë arsye, nëse ne arrijmë që vazhdimisht ta kujtojmë këtë begati që Allah na ka dhëruar me të, atëherë do të shtohet mundësia edhe më tepër që të përfitojmë vazhdimisht nga mësimet që po i marrim. Prandaj un kam dëshirë që gjithmonë t'ia rikujtoni vetes së juaj këtë mirësi dhe ta ripërtini qëllimin dhe niyetën këtë drejtim, që Allahu xhallahu ala të bekoj takimet tona dhe na mundson që të kemi përfitim të vazhdueshëm, që të përmirësohemi gjithmonë në raport me Allahun xhallahu ala dhe gjithashtu të përmirësohemi edhe në raport me vetë. Jemi në takim sot me një emër të ri të Allahut Azza wa Jall, i cili mendoj që gjithashtu është për emrave që na duhen dhe na nevojiten shumë në udhëzimin ton, në drejtimin ton, në kuptimin ton, deri në takimin me Zotin Xhelel Xhelaluhu. Emri që do të mësojmë sot është emri Allahu xhallahu ala El-Hadi. Dhe ky emër është përmend disa në Kur'an dhe i ka kuptime të veta që do të flasim për to inshallah me lejen e Allahut te bareke ve teala. Fillimisht, në qoftë se referohemi rrënjës gjuhësore të këtij emri, atëra është El-Huda ose El-Hidaya, shprehje të njohura për çdo kënd për neve në kuptimin e jashtëm që i kanë dëgjuar. Prandaj bëhet fjalë për një shprehje e cila në vetën e saj përmban kuptimet e udhëzimit, orientimit, mësimit, sqarimit, përkrahjes e kështu me radhë. Gjithashtu dietarët kanë përmendur se kjo shprehje bart në vetën e saj edhe kuptimet e nxjerrjes së një gjëje për një vendin tjetër. Gjithashtu edhe ditës kur është shumë e qartë i thotë me këtë shprehje. Pra në gjitha këtu që i përmenda përdoren si kuptime rreth kësaj shprehje që prej saj buron emri Allahu xhallahu ala El-Hadi. Ndërsa sa i përket këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, sikur që përmenda, është përmend disa në Kur'an, sikur se është fjala Allahut azza wa jalla në surën Al-Hajj, në ajetin 54, Allahu xhallahu ala thot: "Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratil mustaqim." Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu. Andaj këtu e ka përmend emrin e tij El-Hadi, dhe Allahu gjithsesi do t'i udhëzon ata që kanë besuar në rrugën e drejtë. Pastaj Allahu xhallahu ala thot: "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dhe mjafton Zoti yt për ty udhëzues dhe përkrahës ndihmues. Dhe ajetë të ngjashme në këtë drejtim që Allahu xhallahu ala përmend, qoftë në mënyrë të emrit apo qoftë në mënyrë të cilësisë, yahdi men yasha. Këto është në mënyrë veprore, është përmend cilësia Allahu xhallahu ala e nxjerrur nga emri i tij El-Hadi.
Çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun Azza wa Jall? Ka shumë kuptime, por që të gjitha këto, sikur që përmenda, sillen rreth udhëzimit dhe rreth drejtimit. Prandaj Imam Taberiu rahimahullah kur e komenton ajetin që se më herët në surën Al-Hajj, thot se Allahu xhallahu ala është ai që i udhëzon robët e tij në rrugën e drejtë, ose ata që kanë besuar në rrugën e drejtë, thot wa inna Allaha la murshidu alladhina amanu. Allahu xhallahu ala është ai që i udhëzon dhe u mëson rrugën e drejtë atyre që kanë besuar me Allahun dhe pejgamberin që t'i aqëllojnë qëllimit. Prandaj pothuajse ne jemi në një hapësirë të gjerë dhe kërkohet për neve që nga ajo hapësirë e gjerë të bartemi duke u ngushtuar vazhdimisht në një pikë të caktuar që është qëllimi i udhëzimit dhe që është e vërteta. Dhe kjo ngjan sikur do të thotë, me marrë një shembull konkret, do të thotë aeroplanet i cili është duke udhëtuar në hapësirën e gjerë të horizontit. Dhe pastaj nga ajo gjerësia e madhe dhe nga ajo lartësia e lartë kërkohet për ti të atëron një aeroport që duket shumë i ngushtë për lartë. Apo andaj ka nevojë dikush që nga poshtë ta udhëzon se si ta përmbledh veten nga ajo gjerësi dhe ta atëron një aeroport i cili është shpëtim për të. Prandaj edhe ne qarkullojmë në mesin e shumë mendimeve, shumë përvojave, shumë ideologjive, shumë gjërave, apo kërkohet dikush na marrë në kontroll që ta atërojmë sigurisht në mendimin e duhur. Ta atërojmë me siguri, me saksi, në qëndrimin e duhur. Dhe ai që na mban që fluturimi jon drejt vërtetës shkon në mënyrë të sigurt dhe në çdo vendim dhe në çdo qëndrim të atërojmë me siguri është ai që ka në el-hadi. Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu prej kuptimeve të emrit të Allahut el-hadi është se edhe Allahu xhallahu ala, sikurse ka përmend Musa alayhi salam kur e ka prezantuar Allahu xhallahu ala para faraonit se kush është Zoti yt, ka thonë alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ai është i cili çdo krijesë ia dha formën e vet dhe pastaj e udhëzoi. Allahu xhallahu ala çdo krijesë e ka udhëzuar për atë që i bën dobi në ushqimin e saj, në ambientin ku më jetu, si më usil dhe kështu me radhë. Prandaj e shihni se çdo krijesë subhanallahu i përshtatet një rregulli të caktuar jetësor e që të njëjtit rregull nuk mund të përshtatet krijesa tjetër. Pra kush e ka mësuar këtë krijesë, kush e ka udhëzuar këtë krijesë që të përshtatet këtij sistemi jetësor, që të përshtatet këtij ushqimi, e mos i përshtatet atij ushqimi, e të përshtatet këtij ambienti, e mos i përshtatet këtij ambienti është ai el-hadi. Ai udhëzon. Edhe kjo është, do të thotë, një pikë kuptimi të emrit të Allahu xhallahu ala që del për këtij emri që është el-hadi. Dërsa Sheikh Sadi rahimahullah kur komenton emrin Allahu xhallahu ala el-hadi thot ai është i cili i udhëzon robërit e tij në kryerjen e asaj që është në dobinë e tyre dhe i mëson dhe i udhëzon që të largohen nga tëra ajo që është e dëmshme për ta. Dhe kjo është e përgjithshme, përfshin aspektet e kësaj bote, aspektet jetësore dhe përfshin edhe aspektet fetare që janë të lidhura me botën tjetër. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka mësuar njeriu dhe e ka udhëzuar që ai në mënyrë të natyrshme të synon të arrijë dobinë e caktuar. Për shembull, e ka udhëzuar që të punon për fituar ushqim. E ka udhëzuar Allahu xhallahu ala për thithjen e oksigjenit. E ka udhëzuar Allahu xhallahu ala për pirjen e ujit. Allah e ka udhëzuar njerin. Dhe ky udhëzim fillon që nga momentet e para kur del njëri në kësaj bote. Por gjithashtu dhe Allahu xhallahu ala ka udhëzuar njeriu që të ruhet nga ajo që dëmton në aspektin jetësor të përgjithshëm. Dhe gjithashtu përmes asaj që do të përmendim sebeve të caktuara e ka udhëzuar edhe që përmes librave të tij, pejgamberëve të tij, që njerëzit ta njohin atë që është e vërtetë dhe të largohen nga ajo që është e dëmshme për ta në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj Allahu është ai që i ka udhëzuar robërit në njohjen dhe zbatimin e tërë asaj që u bën dobi, dhe ai është që i ka udhëzuar njerëz në njohjen dhe largimin nga tëra ajo që atyre u bën dëm. Ai është që i ka mësuar njerëzit atë që nuk e dinë dhe i ka udhëzuar gjithashtu udhëzim të suksesit
dhe shpëtimit. Dhe ai është që i udhëzon robët e tij ka devotshmëria, dhe ai është që i bën zemrat e tyre të penduara dhe të nështruara urdhët e Allahut azza wa jall. Ky është komenti i Imam Sadit rahimahullah për emrin Allah xhalla wala el-Hadi. Andaj sikur që evrejtët do thotë ky emri Allah xhalla wala sillet në dy pika kryesore, një pikë e përgjithshme dhe një kuptim është i përvetshëm. Kuptimi i përgjithshëm i këtij emri është se Allah xhalla wala të gjitha krijesat e tij i udhëzon në drejtim të saktuar. I udhëzon në atë drejtim që u mëson atyre dhe i inspiron dhe i frymëzon ata për atë që u bën dobi në aspektin jetësor dhe për atë që i bën dëm në aspektin jetësor. Kjo është kuptimi i përgjithshëm dhe këtu bëjmë pjesë të gjitha krijesat e Allahut azza wa jall. Nuk është ndonjë nder i posaçëm që dikush të udhëzohet në këtë, nga sa Allahu xhallahu ala legji i tij kozmologjik është se çdo kush që vjen në këtë botë, Allahu xhallahu ala e udhëzon me këtë udhëzim. Nuk mbetet askush i privuar nga ky udhëzim, askush. Kush që ka ardhur në këtë botë. Prandaj qoftë tjetë njeri, qoftë tjetë kafsh, qoftë tjetë bim, çka do qoftë nga gjallëza që Allahu xhallahu ala ka krijuar, të gjithë përfshihen në kuptimin e përgjithshëm të emrit Allahut el-Hadi. Nga se të gjithë ata Allahu i udhëzon dhe i frymëzon dhe i inspiron, sikur që përmenda për atë që u bën dobi dhe për atë që u bën dëm. Dhe kuptimi i dytë më i ngushtë dhe më i përvetshëm i këtij emri të Allahut azza wa jall është se Allahu xhallahu ala nga tërësia e robëve të tij të udhëzuar në rrafshin kozmologjik dhe natyror, nga kjo tërësie të udhëzuar dhe në këtë ميدan përzgjedh rob të caktuar që t'i udhëzon në ميدanin shariatik dhe fetar, që të përfitojnë nga mësimet e Allahu xhallahu ala, të zbritura në librat e tij dhe të shpallura pejgamberëve të tij. Dhe kush përfiton nga emri Allahu xhallahu ala në këtë ميدan, ky është i privilegjuar dhe ky është i nderuar. Nga se në kuadër të këtij përfitimi pastaj vijnë edhe përfitime të tjera të mëdha dhe të shumta. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala na ka mësuar që përmes këtij emri të kërkojmë këtë lloj të udhëzimit që neve na duhet në këtë botë dhe në botën tjetër. Ky është kuptimi i këtij emri, sikur që përmendet në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu. Prandaj vërejtëm se ky emër është përmendur disa në Kur'an dhe ajete të ndryshme dhe hadithe të pejgamberit sa vërtetojnë për saktësinë e këtij emri në raport me Allahun azza wa jall, dhe gjithashtu vërejtëm se dietarët kanë dhënë disa komente për këtë emër, por të gjitha këto përfundojnë në njërin prej dy kuptimeve që i përmendëm më herët. Pas kësaj mund të kalojmë tek pika vijuse e kësaj ligjërate që sikur që e dini ka të bëjë me përfitimet dhe ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Fillimisht ne duhet të dimë, dhe kjo është e qartë, se Allahu xhalla xhelalu është ai që udhëzon. Dhe askush tjetër. Ndërsa për të plotësuar jo për shkak të nevojës, por për shkak të urtësive të shumta që ka Allahu azza xhel, procesi i udhëzimit, Allahu te baraka u taala dërgon sebepe. Edhe në rrafshin e parë, edhe në rrafshin e dytë. Njeriu t'ja ka dhënë logjikën dhe mendjen dhe arsyen, apo që ai të komunikojë me udhëzimin e Allahu xhallahu ala përmes arsyes që të njeh atë që i bën dobi dhe atë që i bën dëm. Ndërsa në rrafshin fetar, Allahu xhallahu ala ka dërguar pejgamber dhe ata i ka quajtur udhëzues dhe ka zbritur libra dhe këto libra i ka quajtur udhëzuese. Por udhëzimi i librave të Allahut azza xhal dhe udhëzimi i pejgamberëve të Allahut xhallahu xhelaluhu në kusht nuk është sikur udhëzimi i Allahut. Nga se udhëzimi i Allahu xhallahu ala është udhëzim final. Kush vendos për atërim sigurt në aeroport në shpëtimit? Allahu xhallahu xhelaluhu. Ai vendos. Ai vendos a do të atërosh sigurisht në aeroportin e shpëtimit. Kështu po e quaj për me kuptuar më drejt. Apo ndërsa orientimin drejt aeroportit apo e bëjnë pejgamberët e Allahut azza xhel. Nga se këtë u ka dhënë Allahu xhallahu ala, nga se këtë ata nuk do ta dinin. Prandaj udhëzimi është dy lloje. I thonë hidayatul irshad, udhëzim i orientimit, edhe hidayatut tawfiq, edhe udhëzim i suksesit. Udhëzimin e orientimit e kanë pejgamberët e Allahut azza xhel. Udhëzimin e orientimit e kanë librat e Allahut xhallahu ala.
Prandaj nuk ka mundësi të orientohet në drejtim të aeroportit apo për të atëruar sigurisht askush përveç ai që e bën këtë përmes pejgamberit Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kjo është përfitimi i rëndësishëm, se të gjithë ata që tentojnë të atërojnë këtë aeroport të shpëtimit, apo përmes ndonjë porti tjetër, përveç portit të drejtuar nga librat e Allahut dhe pejgamberit Allahu xhallahu ala, i themi se rrëzimi është i 100%. Askush deri më sot nuk ka atëruar sigurisht në aeroport në shpëtimit në rrafshën e dytë, para që ka ndodhur pejgambert, në qoftë se këtë ka tentuar ta bën i pavarur nga mësimet e pejgamberëve. Dhe mjafton për këtë dëshmi Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an që këta njerëz, këtë kategori të njerëzve, pejgamberët e Allahu xhallahu ala, por edhe librat i quajnë udhëzues. Andaj sikurse thot Allahu xhallahu xhelaluhu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Çdo pejgamber e kemi dërguar te populli i tij me gjuhën e popullit të tij, liyubayyana lahum. Që pejgambert kanë rol sqarimi. Ata njerëz u aserojnë të vërtetën, ata njerëzve u japin instruksionet e duhura për të atëruar sigurisht në shpëtim e kështu me radhë. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala thot huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Ai është që e ka dërguar të dërguarin e tij me udhëzime. Ai ka udhëzimet, instruksionet e mjaftueshme për fluturim të sigurt dhe atërim të sigurt. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ti udhëzon ka rruga e drejtë. Ndërsa në tjetër Allahu xhallahu ala ka përmend se udhëzimi është në dorën e Allahu xhallahu ala. Andaj kjo që Allahu thot wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, ti udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë, në rrugën stabile, nuk kupton atë lloj të udhëzimit të parë që ne e përmendëm. Andaj në shumë ajete në Kur'an, kjo e para që e përmenda, kjo është lloji i parë i ajeteve që dëshmon se roli i pejgamberit është udhëzimi i njerëzve. Prandaj njerëzit, nëse janë të bindur se pejgamberët e Allahut azza wa jall janë kategoria më e mirë e njerëzve, atëra hapi i dytë pas saj është ta bëjnë pyetjen se çfarë duhet ne të përfitojmë nga pejgamberët e Allahut azza wa jall. Nëse jemi të bindur, për shembull, se Allahu xhallahu ala e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj nuk dim çfarë të marrim prej tij, s'ka kuptim as e para. Çfarë kuptimi ka me ditë se Allah ka qenë pejgamber, besojmë se është pejgamber, po çka me vetë në ato? Çka na vjen Muhammedit? Nuk din çka ju duhet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ku na vjen? Për çfarë na duhet i dërguari alayhi salatu wasalam? Na duhet për këtë lloj të udhëzimit. Kushdo që dëshiron të udhëzohet në çfarë do lloj veprimi që Allahu e kënaq, që të llogarit në atë veprim që nesër i bëhet sebeb për shpëtim ditën e gjykimit, domosdoshmërisht duhet këtë ta bën përmes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ande Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an në surën An-Nur në ajetin 54, Allahu thot wa in tuti'uhu tahtadu. Kusht në qoftë se i nështroheni, udhëzoheni. Në qoftë se i nështroheni, udhëzoheni. Wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin. Nësa të dërguarit nuk i takon gjë tjetër përveç se kumtimi i sqarimit. Ai u prezanton dhe u shëron, por mësimet e tij janë udhëzuese dhe ato që ju orientojnë juve ka kënaqësia Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe para ashabëve, mushrikët e Mekës, e kishin shumë të qartë misionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është shumë interesant, subhanallahu, çush e kanë kuptuar rolin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më pak ditë vapta. Për shembull, ata e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhi sallam nuk ka qenë njëri i urrëtur në mesin ku ka jetuar. Ka qenë njëri i respektuar, ka qenë njëri me privilegj, edhe në kuptimin fisnor, nëse ka bërë nga fisi më fisnik i arabëve. Edhe në kuptimin moral, ka qenë më i moralshëm nga të gjithë. Edhe në kuptimin intelektual, ka qenë më i respektuar në këtë rast, shpeshherë kanë marrë mendimin e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka pas problem personal me Kurajsht e Mekës. E kanë dashur.
Dhe logjikisht i bie që ky njeri kur vjen me ndonjë mendim të radhës se pse ja pranon qysh me vendos gurin e zi në qabe? Pse ja pranon kë? Ka se ka unë ky është i ditur i unë. Pse ja pranon disa mendime tjera? Pse e mërtuan me emrin Emin, Sadik el Emin, ai që flet të vërtetën dhe ai që është besnik, nuk tradhon. Parat e tyne i kanë marrë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo ka rrit parat. Prandaj edhe kur ka bëu hijrat, e kalon Aliun radiallahu anhu që t'u shpërndon amanetet kurajshve. Si ka marrë me veti. Edhe pse ata janë në pasurin e tina. Ai nuk u kthej me të keq, sallallahu alaihi wasallam. Tash ky njeri nga i vërteti, nga besniku, çfarë po ndodh? Herën e parë si po dal, logjikisht i bie që kur dal ky po marrë s'ka gale pranojnë. E pastaj kur e vren ma vonë pas një vjetë se kjo po ju bën dëm jana se kena ditë për çështë që na marr vesh. Çështë ish dash me kurrë normale. Apo? Ma pse është interesant? Nga një i sigurt, nga një i vërtet, nga një i drejt, më i herë kërkesën e parë që po a bën tash në emër të pejgamberit, jo në emër të Muhamedit, apo nga se salu u flisën në emër të Muhamedit e nganin. Por kësaj radhe filloi të flet në emër të pejgamberit. Tash unë jam Rasulullah, i dërguar i Allahut azza xal, fjalën e parë që e kanë nxjerr në këtë cilësi kanë kurs kanë më të dëgjuar. Shumë interesant çu e kanë kuptuar drejt çfarë kërkohet në qoftë se ata e ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sa çka plot musliman thonë Muhammedur Rasulullah, apo tha ta thot me mirë herë ndoshta nditje. Edhe nuk e din realisht çfarë është duke thënë. Çfarë i duhet ky pejgamber? Me çfarë përgjithësi ngarkohet dikush kur thot Muhammedun Rasulullah? Ndaj çfarë na duhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Do të më ditë. Në qoftë se nuk përfitojmë nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam këtë ميدan, ne bëjmë dy shkelje të rënda. E para është se i privojmë vetes tonë mundësinë e vetë në porozim e sa nuk ka alternativë. Nëse njëri për shembull i cili i ka dy pajisje, duhet mirë normal. Mirë pa, duke punuar e prish njërin, kjo është dëm, apo mirë pa është tjetra. Tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse e prish mundësinë për të përfituar nga ai, që të udhëzosh në rrugën e xhenetit, s'ka tjetër. Nuk ka tjetër. Ti ja ke mbyll vetes tënde, e ke dëmtuar veten skajshmërisht, duke e privuar veten nga mundësia me shkuën në xhenet. Në kjo është dëm i madh. Kjo është dëm i madh, se s'ka alternativë. Andaj dëmi i parë është dëmi i pariparueshëm, nga se nuk ka alternativë. Dhe dëmi i dytë është, do të thotë, në atë ميدan që për te ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ke përfituar prej tij apo. Nuk ke përfituar prej tij. Ai të të shka stjapaj. Për shembull, nëse unë nuk po përfitoj prej pejgamberit në këtë punë. Po, mirë, po më përfitoj diku tjetër. Jo, s'ka kurrë tjetër më. Ai për kurrë tjetër s'ka ardhur, vetëm na mëson neve si të përmirësohemi në raport me Allahun dhe si të jetojmë mirë mes vetë ato. Çka rruzimi ti? Në qoftë se çdo spiriton për ti, edhe çdo i bën konkurrencë, duke nxjerr risi të ndryshme, atëherë ku kena menguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Ku e ngojmë nëse nuk e ngojmë? Na çfarë na fron tek Allahu xhallahu ala. Ai për çfarë ka ardhur Allahu? Andaj për këtë Allah ka kurzuar tuti'uhu tahtadu. Prandaj përfitimi nga emri Allahu el Hadi është të kuptojmë se po udhëzimi në dorë të Allahu xhallahu ala. Por Allahu te bareka u taala ka dërguar ndërmjetësues mes neve dhe Allahu xhallahu ala në kuptimin e udhëzimit, jo në kuptimin e adhurimit. Ka dikush mund të pyet, a është pejgamberi ndërmjetësues? Edhe po është gabim, edhe jo është gabim. Apo është ndërmjetësues në rrafshin e udhëzimit dhe orientimit. Nëse Allahu të flet ty, edhe mua dhe ati çush duhet me vepruna. Po e ka dërguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thuaj ora kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falaq. Kul yes'alunak. Të pyesin, thuaj, kjo ndërmjetësim. Ndërmjetësim udhëzimi dhe sqarimi. E pas ata sqarohet, wa idha sa'alaka ibadi anni, kur të pyesin robët ty për mua, s'ka kul inni qarib. S'ka më një mafër, inni qarib, jam gata tashmë.
Tash e kuptove që do të madhuru Allahu xhallahu ala, tash pas sqarimit largohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Komunikojmë në mënyrë të drejtpërdrejtë me Allahun te bareke ve taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësuesi jon mes neve dhe Allahu xhallahu xhelaluhu, që Allahu e ka dërguar na mëson udhëzimin e sqarimit. Dhe ai që nuk e respekton këtë të deleguar të Zotit, të dërguar të Tij për të na mësuar, nuk përfiton nga emri Allahut El Hadi në atë rrafshin e dytë të ngushtë që neve na bën der në atë rrafsh me na përfitu. Gjithashtu Allahu xhallahu xhelaluhu i ka quajtur edhe librat e Tij udhëzim. Sikur se tash i ka quajtur pejgamberët e Tij udhëzues. Andaj Allahu xhallahu ala në surën Al-Maida në ajetin 4 thot: "Wa ataynahu al-injil fihi hudan wa nur." Ne Isaut alayhisalam i dham Injilin, që në te ka udhëzim dhe dritë. Në te ka udhëzim dhe dritë. Dhe kjo udhëzim, normalisht që ishte në Injil, ishte me karakter të kufizuar kohor dhe vendor. Udhëzimi i Injilit kishte karakter të kufizuar kohor dhe vendor. Ishte për beni Israelit dhe ishte për kohën e Musaut alayhisalam. Posa ishte për kohën e Isaut alayhisalam. Nëse Tevrati ka zbrit Musaut alayhisalam. Posa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërgoi të gjitha udhëzimet e mëhershme. Dhe të gjitha udhëzimet e mëhershme u përmbledhen, u plotësuan, u shtuan, u perfeksionuan, kuptim në ata kuptojmë më drejt në Kur'an. Dhe pastaj këtij libri të fundit Allahu xhallahu ala i dha karakter tjetër tash, apo që nuk ishte i kufizuar në dimensionin kohor e as në dimensionin vendor, por e bëri për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha kohrat. Por megjithatë Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an në surën Al-Isra në ajetin e 9, Allahu xhallahu ala thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Me të vërtet, ky Kur'an, shiko, inna hadha al-Qur'an. Po thosh Allah po thot, o robi jam, nëse dan më uzu në rrugën e qëndrueshme, stabile, rrugë që nuk keni më u bart më, apo atëra ky Kur'an e ka këtë rol. Kur'ani e ka rolin që të instalon në vetët tona, në zemrat tona kuptime të pandryshueshme, në bazë të cilave ne e rregullojmë jetën. Kur'ani të garanton nga bredhja. Kur'ani të garanton nga eksperimentimet e ndryshme jetësore. Sa njerëz, apo Allahu e din, radha e sot është që ajo duke ndryshuar mendimin, për shembull në gjëra që janë stabile. Ose në atë që është e dobishme, deri dje kanë kjo është obligim, duhet kështu të bëhet. Pastaj e ka ndryshuar mendimin, jo se nuk është obligim, që ka ndaluar, që ka e keqe, e kështu më duke u bardh njerëzimi nga një mendim në mendimin tjetër. Andaj Allahu xhallahu ala e quan stacion të sigurt dhe atërim të sigurt, apo në destinacion e fundit të udhëzimit që është Kur'ani. Lillati hi aqwam. Aqwam është ai që është më stabil, më i qëndrueshëm. Nuk ka udhëzim më të qëndrueshëm përballë sfidave të kohës dhe vendit se Kur'ani. Të gjitha ideologjitë nuk kanë pas mundësi me i rezistu, apo nuk kanë pas mundësi me i rezistu sfidave të kohës saktuar apo sfidave të vendit saktuar. Ne vërejmë për shembull se një ideologji është prapë në një vend. E pse nuk është prapë në atë vend tjetër? Nga se në atë vend për shembull ka diçka, është një sfidë që nuk lejon deportimin e kësaj ideologjie. Nëse Kurani ka rezistuar të gjitha sfidave kohore dhe vendore. Prandaj ti e vren se mbi 100 apo qindra komunitete, lloj race, qindra gjuhë në këtë botë që janë, në të gjitha këto ka depërtu Kurani. Prandaj po të ishte Kurani për të zit, do të ishim të gjitha të barë muslimanë. Po të ishte Kurani vetëm për arab, nuk do të ishte shumica e muslimanëve jo arab. Apo po të ishte ky Kur'an për një kohë, nuk do të ishte për këtë kohë. Prandaj mbijetimi i mësimeve kuranore
në çdo lloj kohe dhe vendi jep të kupton se Allahu xhallahu ala këtij udhëzimi ka dhënë karakter të përhershëm, i cili i reziston të gjitha sfidave kohore dhe vendore. Prandaj ai që dëshon udhëzim, këto është udhëzimi. Ai që dëshon të përfiton nga emri El-Hadi në udhëzim, këto është udhëzimi i tij tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tek fjala e Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe gjithashtu për sebepeve të udhëzimit që Allah i ka shpërndan mes të krijesave, ai ishte e para pejgambert Allahu xhallahu ala dhe librat e tij, por gjithashtu edhe Allahu xhallahu ala ka shpërndar sebepe të udhëzimit dhe të përfitimit nga emri i tij El-Hadi edhe në natyrë edhe veten tonë, në gjitha ato që Allahu xhallahu ala ka krijuar. Sikurse për shembull Allahu xhallahu ala thot inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Në qiell dhe në tokë ka argumente të mjaftueshme për ata që dëshirojnë të besojnë, të udhëzohen. Prandaj edhe këtë argument e ka përdorur cili pejgamber? Ibrahim alayhis salam, apo kur ka filluar të flet para popullit të tij se ai e adhuron yllin. Po sa ka shku, ka thonë la uhibbu al-afilin, ata që sërrin me mu gjithë si dua ata. Në duni Zot që me mu gjithë, jo që ai që shkan. Hub. Pastaj e ka jo që e ka adhuru, por është bërë kinse po e adhuron diellin, e hanë në kështu me radhë, e pastaj gjitha këtu pasi u ka dëshmuar popullit i tij, pasi ja ka dëshmuar popullit i tij jo efikasitetin e këtyre krijesave që t'jenë hyjni dhe Zot për t'u adhuruar, i ka kthyer pastaj në të kundërtën. Ka thonë këto nuk janë që adhurohen, por këto të shpihen tek adhurimi i Allahut azza wa jalla. Prandaj përdorimi i argumenteve të Allahut xhallahu ala në natyrë është një sebeb i rëndësishëm që Allahu xhallahu ala e ka shtrirë në drejtim të krijesave që të përfitojnë këtë drejtim për ta njohur Allahu xhallahu ala, për ta njohur të drejtën e Allahu xhallahu ala për adhurim e kështu me radhë. Dobia e dytë që nxjerrim nga ky emri i Allahut azza wa jalla ndëruar është se ne përmendëm se Allahu xhallahu xhelalu është ai që udhëzon dhe për udhëzimin e krijesave Allahu xhallahu ala ka bën ndërmjetësues apo sebepe, sikurse ishin librat e Allahut, sikurse ishin pejgamberët e Allahut azza wa jall, dhe sikur që ishin edhe argumentet e shpërndara në natyrë dhe në kosmos që njerëzit përfitojnë për tyre. Por gjitha këto, sikur që përmenda, janë vetëm sebepe. Andaj duhet jemi të bindur se i vetmi që udhëzon dhe i vetmi që e lën robën në devijim është Allahu azza wa jall. Shpeshherë ka këtu probleme. Dikush thotë, pse Allahu këtë e ka deviju? E pse Allahu azza wa jall, për shembull, këtë njeri e ka udhëzuar? Në qoftë se shikojmë nga këndi jon, është problem të kuptojmë këtë sot jemi gjallë. Apo? Pse? Për shumë aspekte. Pse na nuk mundem me kuptu, për shembull, pse ai s'është i udhëzuar? Pse na s'mundem me kuptu? Ne mund të prezantojmë disa prej sebepeve, por shumë të tjera na nuk i dim as mi prezantu, lërë më të njohim. Për shembull, a nje ti realisht gjendjen e filonit, apo ti e di veç jashtë me ti? A din ti për shembull në zemrën e ti, ku zbret udhëzimi, a ka në i pengesë rrën, apo s'ka pengesë? Ti nuk e din këtë punë. Ti nuk e din. E para. E dyta, ti a din se ky njeri në qoftë se udhëzohet, apo sa do të përfiton nga ky udhëzim, apo do ta keq përdor? E treta, ti nuk e din realisht ai njeri a ka dëshirë të udhëzohet apo nuk ka dëshirë të udhëzohet. A është duke kërku këtë udhëzim apo nuk, në asgjë për këtë nuk dim. Apo dhe gjitha këto i anashkalojnë që mund të jenë vendimtar në udhëzimin e dikujt dhe themi e pse ky s'po udhëzohet. Do na tërësisht nuk e marrim në konsiderat ignorancën tonë dhe kërkojmë që ta tejkalojmë këtë ignorancë e të bartemi në mejdan atij që është i gjithdijshëm. Nuk mundesh Allah. Nuk mundesh. Prandaj vëllai nderuar, ato që kemi përmend disa herë. Ka një varg rregullash, apo të cilat qëndrojnë mes neve me sallat azh. Dhe duhet gjithmonë
komunikimin me Allahun xhallahu ala ta ndërtojmë mbi këto rregulla. Po ndyshe rënohet raporti. Nuk ekziston raporti. Për shembull, ne këtu jemi ardhur dhe në bazë të një rregulli funksionon mirë kjo ligjërat. Cili është ai rregull? Po që një rregull jo tregoj, mjafton me kuptuar. Unë jam ul këtu dhe flas dhe ju ndëgjoni. Dhe gjithmonë këtë rregull e kem. Apo askush që vjen këtu nuk vjen në herë me thonë që sot unë isha ul këtu. Apo so rregull që duhet mul dikush që to jemi ngu. Apo ky rregull është. Edhe këtë kujm këtë rregull, as bile nuk e kontozon kërkush këtë rregull, pse? Po normale që dikush duhet mul këtu dikush më ngu apo. Ai që flet duhet me lshuzo, e ai që ndëgjon duhet me hesht. Rregull i thjesht. Si të prishet ky rregull? Dikush marr pe jashtë me thon, pse vëllai ju shpongani, të sfalni ju çfarë të gjërat. Dikush pe jashtë më na prish rregullin, apo se lojm. Të si pjesë e këtij rregulli. Ata nuk lëmë me timin na prish rregullin ton apo. Çfarë është rregull në shkollë, çfarë është rregull kudo që të shkosh. Është para më në shkollë, në komunë më ngjini dokumentat atje, më thon dini para se mu vin këtu në të kry punë, po kush tani ashtu kërkosh? Ka rregull të prit tu hen un ta dhosh në pons, ka rregull. Andaj ka rregulla dhe në komunikim me Allahun azza xal. Një prej rregullave është që ta respektojmë dijen e tij e ta njohim ignorancën tonë. Ky rregull është, sa ne këtë nuk e respektojmë hupim. Hup të respektosh se te ti ekzistojnë fusha të errta, të cilat nuk mund të ndriçojnë kurrë me asnjë format. Pranoj Allah këtë punë. Pranoje. Pse nuk e pranon? Ka shumë gjëra që ne nuk i kuptojmë fare. Dhe e kemi pranuar si rregull. Dhe këtë kam përmend disa herë Allah. Kjo është subhanallahu çaq e thjesht. Po shejtani ja komplikon njët veç në raport me Allahun. Se në rrafshe tira, shumë është e qartë kjo punë. Shumë është e qartë kjo punë. Dhe masi ishëm të e full për çështën e aeroplanit për shembull. E kam përmendur këtë shembull disa herë. Është rregull vëlla, apo se për ta përdor aeroplanin duhesh më ul. Edhe ai shkon shumë lart. Apo edhe ai udhton, edhe pastaj piloti është ai i cili e drejton aeroplanin poshtë lart në bazë të rregullave të caktuara të fluturimit dhe aviacionit. Ai e përcakton lartësinë e duhur që duhet më ngrit në bazë të largësisë së vendit, apo sa më afër vendi, lartësia është më e ulët. Sa më larg vendi, lartësia shkon më lart, edhe kjo lartësi që është e kufizuar, nuk mund 20000 metra me hyp në altë, s'shkon me aeroplan 20000 metra, apo e kanë lartësi caktuar ku i përkthim rregulla. Aty zbaton këto rregulla pik për pik. Madje me tentu me i shkel piloti rregullat ti me keqja ki e pengon atë. Unë pa të përmend një herë se sa qartë ne kemi këtë rregull që të aeroplani për shembull. A shumica dërmuese, 99% të udhëtarëve që udhëtojnë me aeroplan i dinë se kanë çysh fluturon aeroplani. Nuk e din. Nuk e din. I dinë ndoshta mund ta them. Dinë 70% nuk e din as me çfarë karburanti ai shkon. Kujtojnë që benzinë është ai. Ose naftë, ja dizel aeroplani, ja benzin. Nuk e kanë ide me çka shkon. Apo as nuk e kanë iden, për shembull se çfarë rreziqe e rrezojnë aeroplanin. Për shembull, nganjëherë na mendojmë se turbulencat e caktuara që kalon nëpër vakumin ajror mund të jetë rrezikshme. Por ekspertët thonë se kjo rreziku më i vogël. Rreziku më i madh diku tjetër që na se presim. Për shembull, sikletin më të madh piloti ka kur ta ateron, na gëzojmë se elhamna po zhripem aftë. Shikoj dallimin mes atij që din atij që nuk din. Prandaj na nuk dimë asgjë. Dhe e pranojmë këtë rregull. As nuk kërkojmë raport. A ka për shembull dikush që kërkon parasimim në aeroplan, raport komisioni ekspertash, cil krejt në rregull aeroplani, nuk hypin në aeroplan pa mapu komisionin që dëshmon. Kur se stabin Allah, ti hyp këtë punë e ka dikush tjetër. Apo dhe e pranon këtë rregull, hyp në aeroplan, edhe hyp 10000 metra lart e rrezikon jetën tënde, e disponimin e qetësinë tënde, por je i qetë se e di këta çka bujnë ata. E pse subhanallahu, kështu ja beson jetën dikujt tërësisht. Edhe pse idenë se ki çka ka bëu.
as nuk e një pilotin, as nuk e shë, dhe ja beson jetën tonë, e ka mundësi me konë, për shembull, i ka shpirtin vetë, thotë sot e bën jetë me bu vedrasje, po i penal, a ka mundësi me bu këtë punë? Ka mundësi me bu, ka mundësi, ndodh. Po ti ja beson asë konteston këtë punë, ja beson jetën në njëri atë që ka mundësi me kaplu depresioni aty në 10 metra aftar, thotë çan vjen jeta aftar, baba ne Allah dhe qeni me mua, edhe i jap fund se puna. Po ti i beson, pse se ka interes, apo pse i beson atij? Nga se ka interes me të bajt pi niveli me nivel aftar. Po mirë vëlla, ti as ki interes për Allah xhallahu ala me të bajt pi niveli me edhe ngaja vëlla, ngaja. A ka rrezik që Allah xhallahu ala me dhonëra, atë çka? A ja po fund se po s'vjen kështu kur kjo punë? S'vjen kështu punë kështu kur? A kuptova? A ka nevojë dikush me e verifiku apo në komision me e verifiku saktësinë e veprimeve të Allah xhallahu xhelalu? Askush. Apo andaj kjo rregull, pranoj vëlla këtë rregull, ti nuk din ai din. O kry o Zot. O kry. Ti nuk din kush duhet më uzu, ti s'din, ai e din. Dhe nështroj jo, pranoj si rregull. Pse duhet Allahu dikujt me i raportu, pse këtë e komuzu? Ndërsa na nuk lypim raport për gjërat më të thjeshta në këtë botë. Dhe i pranojmë si janë. Kjo është padrejti. Të nuk lyp raport, thash, për një shefin veç një grad më lart se ti është. Me bë me lyp raport çet me punë. Kush jeti me lyp mu raport? Shef, ndoshta ti e kon dedje shefi tina aftë. Apo që është situata, ajo bë shef. Ti e tash punëtori, do të fal në raport që ai të botë atë. Kush jeti me don dy raporte? Ato që është më mirë. Me bë mirë me lyp, pastaj as rrugën s'ta jap më, se lëmo raportin. Ç'është ndodh në këtë dynjë? Një shef e zgjuzon raport me lyp. Edhe pse me sytë tu ndoshta është se po keq përdor, po shkon keq, për me lyp raport duhet më kallëzoj dikush që është më lart se ai, e ai ja lyp raportin. Ndërsa nuzëm që është e drejt ekskluzive Allah xhallahu ala, e ndërlidhur me diturinë e tij, e ndërlidhur me drejtsinë e tij, e ndërlidhur me urtësinë e tij, e ndërlidhur me udhëzimin e tij, këto janë të ndërlidhur një me tjetrin. Na me një fjalë Allahut i lyp në raport, pse ky udhëzohet, pse ky devijohet, subhanallahu. Na ajim ti vëlla ai i bindun, se Allah xhallahu ala nuk i bën kurrë padrejti. Ai i bindun. Po jemi bindur. Ai i bindun se Allah është i gjithdijshëm. Këtë çka duhet Allah din. Ai i bind, po jemi bindur. Ai i bindun se Allah xhallahu ala të gjitha veprimet e tij janë kuadër të urtësisë absolute. Ai i bindun, po. E çka po dëmë? Çka po dëmë? Kërkimi i raportit, pse është uzu dikush? Pse dikush ju, apo është kontestimi i rregullave. Kontestimi i rregullave. Ti po e konteston drejtsinë e Allahut azza xhala. Ti po e konteston urtësinë e Allahut. Ti po e konteston udhëzimin e Allahut. Ekstremal. Prandaj pika e parë, nga sa duhet të nisemi në kuptimin e kësaj. Pse Allahu thot në Kur'an, dikon e uzon e dikon e hum. E çka ka faje që ka humb? Subhanallah. Fëse flet për kojshin e vet. Jo për Allah xhallahu ala. Ai pse ky kojshi se ka pru? Sa kjo pun kojshi Allah, sa kjo pun njëri. Ti a din vendimin e kujt ti duke kontestu? A din për veprimin e kujt të veti? Ti zgjozon mëna me shku për këtë punë me vet. La yusalu amma yaf'al. Ai nuk pyetet për çfarë bën. Wa hum yusalun. Ata që duhet me raportu na jem. Ti këshir raportet për Allahut nëse është në rregull Allah. Ti Allahut kimi raportu për keq çka ke bot. Ti vetesh. Nëse ai zvetet gabim është. Ka njëri shkon gjyq, por na ajo është i akuzumi. Ajo është i akuzumi i thot gjykatës, pse ti dje i bësh kësaj udha. Po ti ran, ti je normal me gjyku, jo mu. Unë për me vet pse? Unë jam këtu ti me vet. Jo ti mu me vet. A është normal çështë? Para i akuzumi me vetë gjykatën, pse ti thëshë kështu, pse ti ra kështu, atë që ke dënuar. Kjo punë, ti je në bank të akuzumve, të se ki kitë luks, ti me vetë gjykatën. Njëri se ki luks me vetë, apër. E vetë Allah në gjallë ala, pse arab filonis interesant su uzu, apër. Qëka din të disdin, ti pse uzu, apër. Apo, hajtë cili për neve din me thonë, unë një uzu për qëta. Nuk din vëllaj, billaj, nuk din me ka tu. Ti s'dim pse Allah të ka pru qëta. Ti din se ki pse Allah të ka pru qëta. Aje din, dërzoju ati, dërzoju Allah xhallahu ala, jehdi men jesha, o ju dhillu men jesha, e u zan kanë dëna i vetë,
dhe e lën humbje këndon ai vet. Dhe kjo është tërësisht në përputhje me dijen e tij, me drejtsinë e tij, me mirësinë e tij, me mëshirën e tij, me bujarinë e tij, me urtësinë e tij, me gjitha këto, me gjitha. Asnjë nuk është defekt. Ne mund të punojmë për shembull me bujari, po e prishim drejtsinë atje. Debalans me era apo. Apo ne mund të punojmë për shembull me ndonjë cilësi të caktuar, po në llogari të cilësisë tjetër. Nëse Allah xhallahu ala nuk është kështu apo. Prandaj shumë gjëra vëllëndruar shërohen nëse madhrohet Allahu si duhet apo. Problemi i shumicës njerëzve në këtë dilemë është se nuk e madhrojnë Allahun si duhet apo. Andaj bin këto hamendje, këto vezvesa apo. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Këta njerëz nuk e kanë madhnuar Allahun si duhet. Andaj çohet çifti çdo kujt xahel apo. Tabelën e shumëzimit nuk e dinë se ka harru, pse Allah këto e ka uzuar apo. Që Allah punë të ty, Allah komendit njëzë, e ti pse? Paramenda Allah me në akurzu neve, apëtën. Paramenda e këtë. Ku është me shtutit në gjykimit është me dhonë përgjigje pse të këmudzu ty. Hajtë qëleja, pse unë të këmudzu? Zdena po, në gjenem. Allah në arrujt. Të baja dirtë në vitë së tanë Allah. Andaj, kontestimi kësaj punë, Allahu është i vetmi që uzën. Asë kështë tjetër. Dhe Allahu është i vetmi i cili vendos për devijimin e ndokujt. Dhe vendosja Allah dhe gjykimi i tij për devijimin e ndokujt është tërësisht i ndërtuar në urësi, drejtësi, mirësi, mëshirë, e kështu me radhë me gjitha emrat e bukur të Allahu xhallahu ala dhe cilësitë e tij. Andaj Allahu xhallahu ala nuk ja ka borç as kujt mirësin e as udhëzimin, borç ja ka. Por mbi vete ka marr obligimin e sqarimit me dërgu pejgamber. Edhe këtë që ka obliguar askush, por aja ka bëvejtë si të obliguar nga mshira e tij vetëm. Aja ka dërgu pejgamber që njerëzit t'u atregojnë rrugën e drejtë. Që njerëzit t'u atregojnë atë që është dobishme. E pastaj, përfitimi këtë edhim, e din Allahu xhallahu ala, pse është kështu apo. Prandaj më thartë të ndëruar, se në këtë pikë, ne në shumicën e rasteve të jetës tonë, si rregull e pranojmë. Si rregull e pranojmë. Ti shkon me konkuru në shkollë të caktuar, del lista, si e pranu, ç'a më bë? Apo edhe as t'ja për raport, pëse se pranu, ose të thotë për shambull, pëse ke post, edhe ku kri puna. Edhe vazhdojnë e matutje, presëm konkurs në radhës, që të konkurojmë me kështë më radhës. Me duhet të them që duhet të mbushet zemra, fillimisht madhërim dhe Allah xhallahu ala. Dhe t'i njojmë rregullat e komunikimit. Nuk ban subhanallah njerëz, me rënë këtë shkollë pa respekti me Zotin xhallahu ala. Na me kontestu veprimin e tij. Na ajme në raportu ne, udhë bila, kush jena na? Kush jem na? Pa i kërkohet edukat me Allah xhallahu ala. Pse Allah xhallahu ala nuk na dënon, e na duran, kjo është diçka tjetër. I po njerëzit bojnë shkile të mëdha në këtë drejtim. Prandaj ajo që të mundson, ka shumë argumente që ulemat i kanë përmend në këtë drejtim. Pse dikon e uzon, pse dikon nuk uzon, unë s'dua të futem në ato detale. Por duhet të them se kjo është porta kryesore përmes së cilës njeriu mund të futet në këtë temë. Këtë porta të tjera të kurzuara me këtë portë. 1000 argumente me t'i pru dikush. Pse Allahu dikon e lën devijim, e pse dikon Allahu e udhëzon. 1000 argumente me t'i pru. Por të gjitha këto argumente nuk janë futur përmes kësaj porte të madhërimit, s'kryen puna. Se nuk mund të kuptu kurrë. Ka se bëhet për një mejdan që ti e në tërë informativ të vazhdueshëm të të s'ki ide për këtë punë, nuk din çka ka bëhet fare heq. Prandaj kërkohet madhërimi i Allahu xhallahu ala. Nëse ne e dim se Allahu xhallahu ala sikur se ka thonë në surën Fussilet në ajetin 4-6, në ajetin tjetër të ngjashme, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Allahu xhallahu xhelalu as-sasi nuk i padrejti askujt asnjë thërmi. Ai që kanë bën kufër, kanë betë si pasojë e urësisë Allahu xhallahu ala dhe drejtësisë e tij, ai e din pse. Por pa drejtësi, kërkujt Allah nuk i bën.
kërkut Allahu padrejti nuk i bën. Prandaj edhe udhëzimi vije si pasojë e mirësisë së Allahu xhallahu ala. Apo si pasojë e mirësisë së Allahu xhallahu ala. Sikur se ti ki 3 punëtor, i një marrë vesh. Rruga është 300 euro, 400 euro, 500 euro. O kry? Po. Njoni, për shembull, e ka kry, të kanë kry punë njëjtë. Po njoni, për shembull, sa të ka ka busqesh. Kësë është pjesë e marrëvesh, po që? A je mirë o lodhe. Që të sa ka bërsh me vetë, sa i se ka bërsh, se sa të marrëvesh e rrugës e me vetë, a je mirë. Po që? Njoni qështu ka pak maj mirë u konë. Edhe në fund, ja ka e rrugën këti 300, e këti e ka e 600. A e thotë, pse këti 600? A e në marrën me ty 300 po. A të komin ha kjo, merë Allah. Unë e këti edhe këtë pasurin e kur shumë nalë mu, pësa për nalë të mua, mirësi e eme. Me dorë 6.000 edhe. Qëka pëtën? A të bëj padrësi në zëkësi edhe 6.000? Ja. Bëj padrësi në qofë se ti nalë 200, si do 300, se në marrën për 300. A ti konë 300? Veç mund shme shkua pëtën. Këti ja fali gjysë në shpisë. Kaj shpinë edhe. Ja, mjërë. Qështu njerës, subhanallah, Allah në gjellë të kaja pa të qka? Të ka garantu, nga udhëzimi i përgjithshëm, të ka mësu me hongër, të ka mësu me pi, të ka mësu me marrë oksigen, të ka mësu me ecë. A të ka uzu, qështë ecë po? Pse këti e ka e pëtë? Kjo di qka të tërë. Pse e ka ndëru këtë, e ty së të ka ndëru, e di qka të tërë. Përndaj, Allah në gjellë huala, pa drejtësi asë kujtë nuk i bënë. Po, mirësi, mbi drejtësi, a i përgjithë kujtë i bënë. Por mirësia është mbi drejtësi. Drejtësia njëra është emruesi i përbashkët i të gjitha krijesave që Allahu komunikon me ta. E mbi këtë drejtësi pastaj, dikujt i bën mirë, ma shumë me dikujt ma pak, kjo është fadlullah yutihi men yasha, begatia Allahu që jep kujt don. Janë ankuar dhe fukarat e ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, na e kalon këta pasanikat as një hadith smet që ta se ngun, edhe që s'pebojnë. Nësë munëm me u kalu se këta edhe po jepi sa të ka nësë munëm. Ka thonë pejgamberi më thuni subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bani këtë dhikr. Ata ka thonë me bua dhikr, po e kanë marrë vesh pasanikat e ashabëve. Ku më se marrë vesh Abdurrahman ibn Aufi. Apo çka ik atina? Abu Bekrit, çka ik Uthmanit, çka ik? Pasanikat e ashabëve në këta. Milionerët e ashabëve kanë qenë Abu Bekri, Uthmani, Abdurrahman ibn Aufi, Omeri radiallahu anhu, këta këtë kanë qenë njerëz të pasur të sahabëve. E kanë marrë vesh që pejgamberi këta i ka mësuar diçka. Kanë nisë këta me thonë. A pat kanë ardhur vart manku, kanë ja Rasulullah këta mësuan. Ka thonë pejgamberi fadlullah yutihi men yasha, ka begati Allah që jap kujt don, sunë nalën begatin Allah të zgjë. Prandaj ato që Allah e ka begatu, aty që Allah e ka mirësi ndëç, shiko mundohu ti me arrit, por mos e kontesto pse se ki ti aftë. Ka smurti, nuk mund të më pyet pse unë se kam kët. Apo pse Allah mos më ka bëu kështu? Ai e din pse ka bëu këtë ashtu, ai e din kështu, ai e din këtë punë. Ama ajo çka është 100% e sigurt, edhe 10.000 fesh 100% e sigurt, dhe shumë fesh 100% e sigurt është se Allahu xhallahu ala askujt pa drejtësi nuk ka bë. Kjo është më rëndësishme kuptu. E pastaj bamirësia për mi drejtësinë është tërësisht diçka tjetër. Prandaj Allahu ka përmendur në Kur'an disa prej shkaqeve që pengojnë udhëzimin. Dhe ai e din pse. Dhe ai e din kush e ka. Por i ka përmendur se janë të sebepe përgjithshme që nuk është bash tek ashtu pa udhëzimi. Nuk ka bash tek ashtu. S'po duhet ti më të pa, ti nuk ka bash çashtu ta thon. Po janë disa opton sebepe të përgjithshme që pengojnë në udhëzim, sikurse për shembull thot Allah xhallahu ala thumma sarafu fasarafa Allahu qulubahum. Jo udhëzimi, s'kena vak njëra, apo asna për s'ke për ju apo. Sarafu ata e kthin kokën, edhe na çashtu të kthim ja ulam pra. Kjo është sebeb. Pa edukata me shpallën e Allah xhallahu ala është sebeb që jetë gjithë në devijim apo. Edhe ai tjetër që çdo ka thonë uzu, kjo është mbi drejtësinë. E kuptova? Rregulli është apo pa edukata me shpallën e Allah xhallahu ala devijon njëri. Edhe privon shumicën e njerëzve nga udhëzimi në rrugën e drejtë. Pasi Allah xhallahu ala thot inna Allah la yahdi men huwa kadhibun kafar. Allah xhallahu ala gënjeshtart apo
dhe të stërmbushit me mosbesim këta si udhëzon. Çështë ka thonë rancin se don Allah. Ranc njëri gënjeshtar, mashtruesin Allah nuk e don. Po njëri ku ranc e uzu, është fadlullah. A e dim pse, nëse ka pas këtë, po ka pas diçka tjetër. Allah e dim pse. Po e po të kallzon që ka disa arsye, ursi pse Allah xhallahu dikon nuk e ka uzuar. Pasi Allah xhallahu thot inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Njerëz që janë zhyt në zullum ndaj njerëzve pa drejtësi, apo duke cenu drejt në këtij, e duke e priu këtë nga drejta e tij, e duke marr pasurinë këtë pa drejt, këtë jetë zullumi ka shkuar apo kjo bëhet pengesë serioze për udhëzimin e Allahut azza wa jalla. E pse thash gjitha këto, Allahu xhallahu ala nuk i merr parasysh. Këtë mund të kon zullumçar, gënjeshtar, zinaçar, pabesimtar, idhujtar, të ndazit me pas apo në fund Allahu e bën evlia. Ajo është i mundshëm. Allah e bën këtë punë. Fa'alun lima yurid. Ai bën çfarë don. Çka don ai bën. La yus'alu amma yaf'al. Askush nuk e pyet pse po bën, as nuk guxon me e pyet bile. Apo nuk i raporton askujt hiç. Dhe mbi gjitha nuk i bën padrejti askujt. Është i drejtë. Kjo është Rabbul Alamin. Andaj subhanallah, nga gjithë kjo që e përmendë deri më tani, ne arrim te pika e tretë e përfitimit që është ta kuptosh do të thotë se sa i shtrejt është udhëzimi apo. Udhëzimi, përfitimi nga emri Allah El-Hadi në kuptimin e dytë, sa i shtrejt është apo. Subhanallah. Të ka jap diçka që as se ke lip kur, të ka jap diçka të cilën as vet nuk i mundësi kur me arrit, të ka jap diçka të cilën me të cilën duhet të ti ka kompenzu të gjitha ato që si ka thonë, keq ka të mungon nga kjo jetë, nëse të ka jap Allahu udhëzimin në rrugën e drejtë, dhe të ka uzu ka xheneti, krejt kjo është kompenzim për ato. Krejt. Prandaj, pejgambert Allahu xhallahu ala në lutjet e tyre vazhdimisht kanë kërkuar nga Allahu xhallahu ala këtë udhëzim. Kanë kërkuar nga Allahu xhallahu ala që Allahu t'i udhëzon në rrugën e drejtë. Shikoj Musa alayhis salam që thot në surën Al-Qasas në ajetin 22, asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Shpresoj që Zoti të më drejton në rrugën e drejtë. Musa alayhis salam. Asë kjo është e lartë, begatia më e madhe është udhëzimi në rrugën e drejtë. Begatia më e madhe është Allahu më të udhëzon në tauhid, në besimin e drejtë. Begatia më e madhe është Allahu më të udhëzon në kryen obligime. Begatia më e madhe nuk ka. Nuk ka. Wallahi billahi nuk mundesh me pas begati, këtë begati që ka në botë, qyre që ka pëllon njerëzve. Nuk ka pas mundësi me pas begati më të mirë se që të ka begatin e njuhës Allah xhallahu ala. S'ka me madhë. Nuk ka, në që dina me vlerësun, a sa ma te për njerëz e njuhën Allah xhallahu ala, ma te për e qmojnë këtë begati. Sa ma pak e njuhën, subhanallah, e ndrojnë këtë begati për 100 euro. Për 20 euro. Se në thjeshtë e ndrojnë, për miliarde euro me konë. Qëka janë këto? Wallahi, subhanallah, njeriu me jetu, vetëm sa qelë e mshesy këshut, kodë shkurt shumë me jetu, largë Allah të azogjel, është momenti pari parushme miliarde euro. E lërë me jetu njeri të njëtë në ti, nuk e din uzimin ka Allah xhallahu ala. Qëka ka fitu kënjërin që se vëllë se ka njësë Allah xhallahu ala? Qëka ka fitu? Qëka ka fitu aj njeri cili fundi tjërë gjëhnemi, zjarri, hidrimi Allah xhallahu ala? E qëka ka humbaj i cili e ka fitu Allah xhallahu ala? Qëka ka humbaj i cili e ka fitu kënaqësinë Allah xhallahu ala? Qëka ka humbaj? Kur gjëgjë vëllë. Por kjo botë është botë e sprovës. Këto s'kuptohet kjo. Nuk kuptohet kjo shumë qartaz, apo? Për e se me udhëzim të Allah xhallahu ala. I po realisht këtë do ta kuptojnë të gjithë njerëzit ditën e gjykimit. Yawma la yanfa'u mal. Shikoj ka botë përgjithshme mal. Yawma la yanfa'u malun. S'ka thonë yawma la yanfa'ul mal. El mal s'ka thonë. Po ka thonë mal, apo e vërin dallimin? S'ka thonë el, po ka thonë pa el. E çfarë kuptimi ka kjo? El kur të futet, atëherë është për qëllim të shquarësisë, e shquan,
mallin e caktuar. Nuk bën dobi a ditë parja, për shembull. E shquan, e bën të shquar pasurinë e caktuar. Nëse këtu thotë yawma la yanfa'u malun, a ditë nuk bën dobi asgjë nga ajo që keni pas këtë botë. Çka do që ke pas, që ke posedu, çka do qoftë, la yanfa. S'ka pikë dobi, s'e harin. Devalim total i këtë begativa. Wala banun. As nuk shkrim punë, familja, djemët e tu, shkrim punë. Kur shkrim punë atëra? Illa men ata Allah bi qalbin salim. Bën dobi vetëm ai që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh. E zemra e shëndosh është zemra që e bart udhëzimin e Allahu xhallahu ala. E shoh se Allahu te bareka u teala udhëzimin e ka bër banor të zemrës tënde, atëra të ka mundësu që krejt që ka t'i ka dhonë tjera, të kemë vlerë nëse të shpërblesh për ta. Nëse mungon udhëzimi, krejt begatit janë të devaluara. Asgjë s'kryen puna për. Për këtë pejgamberët e kanë ditë sekretin e vlerave. Prandaj kanë lutur Allahun xhallahu ala për atë që quhet el-hidayah, udhëzim në rrugën e drejtë. Gjithashtu Yusufi alayhis salam ka thënë: "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." O Allah, më mundëso që të vdes si musliman dhe më bashkangjit në karavanin e burrave të mirë. Këse kjo është kryesore. Njeriu që Allah e ka pushtetin e tokës, apo dhe i ka pas qelësat e furnizimit në dorë, apo përshtypje azë si ka bo kjo. E rëndësishme është që të vdes si musliman, Allah, se këto qelësat që i kam në dorë, e kjo pasuri, e kjo pushtet, gjitha këto e në pa vlerë, në qofë se në fundit nuk jesë musliman. Qofë se këti ka rritë, pa Allah në ki dhënu, kur që s'ki bojq. Heq kur s'ki bo. Këtë dunjen me te e pa Allah xhallahu ala, wallahi kur që s'duhet. Andaj këtë ka njohur pejgamberi Allah xhallahu ala. Prandaj edhe ka lutur Allahun te bareke ve teala. Dhe për fund dua të them se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, krijesa që më së miri ka njohur Allahun xhallahu ala. Dhe krijesa që më së tepër ka pas frikën e Allahut azza xhall. Në namazin e natës, në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, e ka lutur Allahun xhallahu ala për udhëzim. Subhanallah. Ai që ka ardhur njerëz me udhëzu, ai që ka ardhur njerëzve tu asjaron mos pajtimet mes vete, me udhëzime që Allahu ja ka dhënë çdo natë. Hadithi i Aishës, namazin e natës e ka hap me Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkum alimul ghaibi wa shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma rabba Jibril ose në transmetime Jibrail. O Allahu jam, ti je Zoti i Jibrilit, dhe ti je Zoti i Israfilit, dhe ti je Zoti i Mikailit. Fatir as-samawati wal ard. Ti je krijuesi i qiellit dhe tokës, alimul ghaibi wash shahada. Ti e din atë që është e dukshme dhe atë që është e fshehtë. Anta tahkumu bayna ibadika, ti do të gjykosh mes robëve tu në atë që ata kanë rënë mos pajtim. Prandaj o Zot jam, duke qenë ti kështu me gjitha këto, ihdini, o zë mua në rrugën e drejtë, në mesin e mendimeve të shumta që robët tu kanë rënë mos pajtim, më uzo në rrugën e drejtë. Çdo natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë dua ka filluar namazin e natës. Kjo a ngrit çmimin e përfitimin nga emri el-Hadi apo zbrat? E çon nalt Allah, nalt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mujabu da'wa. Ka qenë nga krijesat e Allahu xhallahu ala që i janë përgjigjur lutjet. Allah e ka për punësi. Në qoftë se Sa'd ibn Waqqas ka qenë ai që Allahu i është përgjigj lutjeve të tij. Apo ka qenë ti subhanallahu, çdo lutje që ka bëu Allah e ka bëu kabull. Sa'd ibn Waqqas. Që kanë ardhur njerëz me smundje ndryshme, me probleme ndryshme, ka bëu do Allahu xhallahu ala jo ka dhënë. Ka qenë i njohur, do njëri me një pozitë caktuar tek Allahu xhallahu ala që është përgjigjja e lutjes. Edhe ka qenë vet i vert. I kanë thonë djemt të vet Sa'd ibn Waqqasit, ti ke dynën e ratohet me duat e tuaja, vetëm i vert. Lut Allah me të kthy Allahu syt. Lut Allah me të kthy syt. Ka thonë wallahi, caktimi i Allahut për mua është më i dashur se sytë e mia. Kjo është kategoria e lartë, kjo është doktor shkencë me kon. Na lëna shkollë në Qerdhe,
Po veç duhet me di që ka shkollë më lart apo veç. Për sa ta kallzova. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse talebi i tij Sadi me kasi ka qenë kështu, çfarë të merr për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kalut Allah xhallahu ala për kat. Udhëzom dhe udhëzom. Prandaj sa më tepër e njohim vlerën e udhëzimit, e lutim Allah xhallahu ala dhe më tepër për kat udhëzim, dhe kjo është përfitimi i radhës i joni nga emri Allah xhallahu ala el-Hadi. Me kaq po i do fund se pjesë, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.